Ai mund të kishte qëndruar në Gjermani, të punonte, të krijonte një jetë të qetë dhe ta shikonte Kosovën vetëm nga larg. Por Harun Beka nuk ishte njeri që mund të pajtohej me heshtjen. Për më shumë se 2 dekada, ai protestoi nëpër qytetet e Evropës, sfidoi përfaqësuesit e Jugosllavisë, organizoi mërgatën shqiptare, ndihmoi veprimtarët kombëtar dhe kërkoi vazhdimisht që të lejohej të hynte në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kur më në fund u bashkua me luftëtarët në Koshare, Haruni nuk shkoi atje për të fituar një emër. Ai shkoi për ta përmbushur betimin që ja kishte dhënë vetës që në rini, se çështjen shqiptare nuk do ta braktiste deri në fund të jetës. Para se të vazhdoj me historinë e jashtëzakonshme të Harun Bekës, ju ftojmë ta pëlqeni këtë video dhe të abonoheni në kanalin Histori Epike, që së bashku të vazhdojmë t'i rikthejmë në kujtesën tonë figurat që sakrifikuan gjithçka për lirinë dhe të ardhmen e shqiptarëve. Harun Beka u lind me 3 qershor të vitit 1951 në fshatin Kushac të Mitrovicës. Ishte njëri prej 12 fëmijëve të Nebihut dhe Hamidës, në një familje të varfër, por të njohur për bujarinë, mikpritjen dhe lidhjen e fortë mes antarëve të saj. Fëmijëria e Harunit nuk ishte e lehtë. Familja kishte pak mundësi ekonomike, por brenda shtëpisë nuk mungonte dashuria prindërore dhe edukimi në frymën e nderit, punës dhe përgjegjësisë. Krahas lojrave të zakonshme të fëmijërisë, Haruni dëgjonte vazhdimisht rrëfime për vuajtjet e shqiptarëve. Babai i tij Nebihu i tregonte për periudhën e Aleksandr Rankovićit, për presionet ndaj familjeve shqiptare, për shpërnguljet masive drejt Turqisë dhe për padrejtësitë që kishin rënduar mbi popullin shqiptar në Jugosllavi. Këto nuk ishin thjesht tregime të së kaluarës. Për Harunin e ri, ato u kthyen në pjesë të formimit të tij. Në mendjen e tij filloi të rrënjosej bindja se shqiptarët nuk po përballeshin vetëm me varfëri apo mungesë mundësish, por me një sistem që kërkonte t'u adopsonte identitetin, t'u akufizonte të drejtat dhe t'i largonte nga trojet e tyre. Shkollën fillore dhe atë të mesme Haruni i kreu në Mitrovicë. Në vitin 1972 përfundoi një kualifikim në fushën e gjeologjisë në Ljubljanë. Sikurse shumë shqiptarë të asaj kohe, edhe ai u detyrua të largohej në kërkim të kushteve më të mira ekonomike. Destinacioni i tij ishte Gjermania. Në pamje të parë, largimi drejt Gjermanisë mund të dukej si fillimi i një jete të re dhe më të qetë, por për Harun Bekën, mërgimi nuk u bë vend harrese. Përkundrazi, pikërisht atje, aktiviteti i tij politik dhe kombëtar do të merrte për masa të reja. Pas demonstratave të vitit 1981 në Kosovë, kur studentët dhe qytetarët shqiptar kërkuan më shumë të drejta dhe status të barabartë, Haruni u përfshi fuqishëm në tubimet e organizuara nga mërgata shqiptare. Demonstratat që zhvilloheshin në Gjermani dhe në vendet të tjera evropiane synonin të informonin opinionin ndërkombëtar për gjendjen e shqiptarëve në Jugosllavi. Në këto aktivitete, Harun Beka njohu Kadrizekën, një nga figurat kryesore të veprimtarisë shqiptare në mërgim. Kadrizeka la një ndikim të jashtëzakonshëm tek ai. Pas këtij takimi, angazhimi kombëtar nuk ishte më vetëm një pjesë e jetës së Harunit. Ai u shndrua në qëllimin kryesor të saj. Vrasja e Jusuf Gërvallës, Bardhosh Gërvallës dhe Kadrizekës me 17 janar të vitit 1982 pranë Stuttgartit e tronditi thellë mërgatën shqiptare. Për Harunin, humbja e Kadrizekës ishte edhe personale. Ai e kuptoi se veprimtarët shqiptar nuk ndiqeshin vetëm brenda Jugosllavisë, por edhe në zemër të Evropës. Megjithatë, këto ngjarje nuk e friksuan. Përkundrazi, ja forcuan vendosmërinë. Harun Beka mori pjesë në demonstrata nga Osloja deri në Gjenevë, nga Vjena deri në Paris dhe Bruksel. Herë ishte ndër organizatorët kryesor dhe herë në rreshtat e parë të protestuesve. Për vite të tëra, ai sakrifikoi punën, të ardhurat dhe jetën personale për t'ju kushtuar aktivitetit kombëtar.
Nga vitin 1983 deri në vitin 1999, sipas të dhënave të ruajtura nga bashkëveprimtarët e tij, ishte vështirë të gjendej qoftë edhe një vit i plot gjatë të cilit Haruni të kishte punuar pa ndërprerë. Aktivitetet politike, udhëtimet, organizimet dhe ndihma për çështjen e Kosovës i merrnin pothuajse të gjithë kohën. Një nga ngjarjet më të njohura të jetës së tij ndodhi në qershor të vitit 1983 në Sundern të Gjermanisë. Përfaqësuesit jugoslav kishin organizuar një aktivitet propagandistik ku do të shfaqej një film dhe më pas do të flitej për jetën e shqiptarëve në Jugosllavi. Qëllimi ishte të krijohej përshtypja se shqiptarët jetonin të lirë dhe gëzonin të drejta të plota. Harun Beka kishte paralajmëruar se nuk do të lejonte që propaganda të zhvillohej pa kundërshtim. Ai hyri në sallë duke hedhur parulla kundër regjimit jugosllav dhe ndërpreu aktivitetin. Në rrëmujën që pasoi, Haruni përdori një armë në drejtim të zyrtarëve konsullor jugoslav, të cilët shpëtuan pa u goditur. Ai u arrestua menjëherë nga autoritetet gjermane. Pas hetimeve, rasti u trajtua si një veprim me motive politike. Harun Beka u lirua dhe Gjermania i njohu të drejtën e strehimit politik, pavarësisht kërkesave të vazhdueshme të Jugosllavisë që ai të ekstradohej. Ngjarja bëri jehon të madhe në mesin e mërgatës shqiptare. Në të njëjtën kohë, familja e tij në Kosovë u përball me presione dhe keqtrajtime nga autoritetet jugoslave, por as kjo nuk e ndali. Në mërgim, Haruni krijoi lidhje me shumë figura të njohura shqiptare. Ai ishte mik i afërt i Enver Hadrit, veprimtarit shqiptar që më vonë u vra në Bruksel. Haruni mbante lidhje edhe me ambasadat e Shqipërisë, në veçanti me përfaqësinë në Vjenë. Atje njohu edhe bashkëpunoi me diplomat shqiptar, ndërsa siguronte literaturë, materiale informuese dhe mbështetje për veprimtarët e mërgatës. Për vite ishte pjesë e kryesisë së klubit shqiptar Emin Duraku në Düsseldorf. Ky klub shërbeu si një qendër e rëndësishme për organizimin e shqiptarëve, zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe kundërshtimin e propagandës jugoslave. Harun Beka ishte gjithashtu edhe antar i Komitetit të Kosovës për informimin e opinionit botëror. Përmes këtij organizimi, punohej që çështja e Kosovës të bëhej e njohur për mediat, institucionet dhe opinionin publik ndërkombëtar. Ai ishte ndër antarët themelues të organizatës revolucionare shqiptare, e cila më vonë u shndrua në Partinë Revolucionare Shqiptare. Brenda saj mbajti poste drejtuese dhe u angazhua në organizimin politik, informativ dhe më vonë edhe në mbështetjen e strukturave që po përgatiteshin për rezistencë të armatosur. Në karakterin e Harunit nuk ishte shumë vend për diplomaci të zbrazët. Ai ishte i drejt për drejt dhe nuk i duronte njerëzit që ndryshonin qëndrimet sipas rrethanave. Në një takim në Dyren, ku disa shqiptar po flisnin me respekt për ish udhëheqësin komunist Azem Vlasin, Haruni u ngrit dhe e kritikoi hapur, duke kujtuar se një periudhë e shkurtër burgimi nuk mund ta fshinte përgjegjësinë e tij si pjesë e strukturave politike jugoslave. Mund të mos pajtoheshin të gjithë me mënyrën e Harunit, por askush nuk mund të akuzonte për mungesë sinqeriteti. Ai e thoshte atë që mendonte dhe ishte i gatshëm të mbante përgjegjësi për fjalët e veta. Kur në Kosovë filluan aksionet e para të armatosura kundër forcave serbe dhe kur në skenë doli ushtria çlirimtare e Kosovës, Harun Beka e përjetësoi këtë si momentin që kishte pritur prej vitesh. Për të, UÇK-ja nuk ishte një organizatë e zakonshme. Ishte shpresa se shqiptarët më në fund po merrnin fatin e tyre në duart e veta. Ai u përfshi menjëherë në organizimin e ndihmave, furnizimeve dhe përcjelljen e vullnetarëve nga mërgata drejt Kosovës. Haruni ishte ndër personat kryesor të Partisë Revolucionare Shqiptare që ndihmonin furnizimin e njësive të UÇK-s nga territori i Shqipërisë. Por mbështetja nga prapavia nuk i mjaftonte, që në pranverën e vitit 1998 kërkoi të rreshtohej në njësitë e UÇK-s. Kërkesa e tij fillimisht u refuzua. Haruni ishte tashmë në moshën 47 vjeçare dhe bashkëveprimtarët e konsideronin më të dobishëm në organizimin dhe furnizimin e luftës. Ai megjithatë nuk u dorëzua. Në çdo takim përsëriste të njëjtën kërkesë, të lejohej të shkonte në front.
Gjatë verës së vitit 1998 u përpoq të hynte në Kosovë, por për shkak të problemeve në komunikim, përpjekja dështoi. Vetëm gjatë dimrit të atij viti, ai arriti të bashkohej me vullnetarët dhe të bëhej pjesë e njësive që vepronin në zonën e Kosharës. Atje në kufirin që për dekada kishte ndarë Kosovën dhe Shqipërinë, Harun Beka do të përjetonte ditët e fundit të jetës së tij. Më 9 prill të vitit 1999 filloi një nga operacionet më të rëndësishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Luftëtarët shqiptar goditën pozicionet jugoslave dhe arritën të thyenin vijën kufitare mes Kosovës dhe Shqipërisë. Për shumë prej tyre, rrëzimi i gurëve kufitar nuk ishte vetëm një fitore ushtarake, ishte shembja simbolike e një vije që kishte ndarë shqiptarët për dekada. Më 11 prill 1999, gjatë luftimeve të ashpra në Koshare, Harun Beka ra së bashku me luftëtar dhe drejtues të tjerë të shquar. Mes tyre Agim Ramadani, Sali Qeku dhe Rahman Tafa. Haruni kishte kaluar pothuajse gjysmën e jetës në mërgim, kishte marshuar nëpër rrugët e Evropës, kishte kundërshtuar propagandën jugoslave, kishte mbështetur familjet e të burgosurve, kishte organizuar demonstrata dhe kishte furnizuar luftëtarët. Por në fund, ai zgjodhi të mos mbetej vetëm organizator dhe veprimtar, zgjodhi të qëndronte për krah ushtarëve në vijën e frontit. Pas përfundimit të luftës, Harun Beka u nderua me titullin Heroi Kosovës. Shkolla fillore në vendlindjen e tij në Gushac mban emrin e tij, ndërsa në Mitrovic është vendosur edhe shtatorja që përkujton jetën dhe veprën e tij. Por trashëgimia e Harun Bekës nuk qëndron vetëm në monumente dhe tituj. Ajo gjendet në vendosmërinë e një njeriu që nuk e harroi Kosovën edhe kur jetonte mijëra kilometra larg. Gjendet në shembullin e një veprimtari që nuk kërkoi përfitime personale dhe që pas shumë vitesh angazhimi politik vendosi të ndante fatin e tij me luftëtarët në Koshare. Harun Beka nuk ishte njeri i fjalëve të kujdesshme dhe kompromiseve të lehta. Ai ishte i ashpër, i drejt për drejt dhe shpesh i pa kompromis. Por edhe kundërshtarët e tij e dinin se përkushtimi i tij ndaj çështjes kombëtare ishte i vërtet. Po ju, a mendoni se figura si Harun Beka kanë marrë vendin që meritojnë në historinë dhe kujtesën tonë kombëtare? Na shkruani mendimin tuaj në komente dhe ndajeni këtë video që historia e tij të njihet nga sa më shumë shqiptar. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.